të gjithë shqiptarët të majtë e të djathtë, të gjithë shqiptarët të majtë e të djathtë meritojnë të dinë të vërtetën. Projekti të dashur shqiptar, i cili prej gati 2 vjetësh qëndron në procedurat administrative të shtetit shqiptar, nuk zhvillohet në pronë shtetërore, por në pronë të rësisht private të pajisur me dokumenta pronësie shumë vite më përpara. E që investitorët, në kushte të rësisht të pavarura e komplet legjitime, kanë blerë këtë tokë përmes transaksioneve transparente bankare. Kush mund të ndalojë një pronar toke të shes apo të tjetërsoj pronën e vetë? Kush mund të ndalojë një investitor të zhvillojë projekte në prona private? Shteti të dashur qytetar funksionon me letra dhe jo me pretendime. Askush nga ne në këtë sallë, majtas apo djathtas, nuk duhet të përkrajë iniciativa të tilla, ku prona e drejta themelore, legjitime dhe mbrojtur me kushtetut, të jetë peng i pretendimeve të individëve të ndryshëm. Mos ja bëni këtë Shqipërisë, është shumë e rrezikshme dhe e dëmshme për gjithë ardhmërinë tonë.